Në konferencën e ambasadorëve në përbot, kryeministri Edi Rama nuk shmangu reformën në drejtësi dhe angazhimin maksimal të ndërkombëtarëve në këtë proces. Sipas tij nuk ka patur një angazhim të tillë të ngjashëm në 25 vite, duke nënvizuar faktin se majoranca është e vendosur për ta miratuar këtë reformë. Peshën e jashtëzakonshme që ka kjo reformë dhe në raport me të nesërmen, që mund të vi me një energji të re, po mund të vi dhe me një kosto të pallogaritshme, në varësi të fatit të kësaj reforme. Ne jemi shumë të vendosur që deri në momentin e fundit të bëjmë çdo përpjekje në përputhje të plot me qëllimin dhe me qëndrimin e partnerëve tanë strategjik. Edhe kryeparlamentari Ilir Meta në pritjen që organizoi për ambasadorët theksoi se do të bëhet çdo përpjekje për të respektuar afatet, që reforma në sistemin e drejtësisë të kalojë me konsensus. Ne do të bëjmë çdo gjë që kjo reformë të bëhet me konsensus dhe mbi të gjitha të japi një imazh pozitiv vendit tonë, si vend i ndërgjegjshëm për problematikën që ka, por edhe me vullnetin për të rritur ndjeshëm dhe me ambicje të vendosur standardet e funksionimit të shtetit ligjor. Gjatë punimeve të konferencës foli dhe kryetaria e Komisionit Parlamentar të Integrimit Majlinda Bregu, cila tha se lënia e kësaj reforme në duart të ekspertëve ishte një gabim. Reforma do mball politikën, politikanët, ata votohen, ata kanë përgjegjësinë, ekspertët normalisht duhet të ndiqnin në vendimarrjen e tyre. Edhe ky është rezultati i mosbesimit që ne kemi mes parë. Shpresoj shumë që sot java, pra entja tjetër e parlamentit, të na sjellë në një pikë të përbashkët për të votuar reformën në drejtësi. Jo vetëm sepse kemi lodhur gjithë veshët që na kanë dëgjuar dhe gjithë mendjet që kanë dashur të na ndihmojnë këtë proces, por sepse unë nuk shoh asnjë rrugë tjetër ose nuk arrit të imagjinoj datën 22 korrik se çfarë do të ndodhë dhe si do të jetë situata në Shqipëri. Reforma në drejtësi është kryefjala e politikës përgjatë kohëve të fundit në një kohë që po ngushtohen afatet për miratimin e saj.